Mirëmëngjesi të nderuar shikues dhe mirë se vini në koha për të zgjuar. Do të jemi së bashku në këtë hapësirë, fillimisht për të njohur me shtypin e ditës, e më pas do të jemi në hapësirën e telefonatave, ku ashtu si çdo mëngjes ne komunikojmë së bashku për shqetësimet apo mendimet tuaja për tema të ndryshme. Sot është e mërkurë, data shënon 12 gusht 2026 dhe do të nisim pa humbur kohë me gazetat. Do ta fillojmë ashtu si çdo mëngjes me gazetën më të madhe në vend, gazetën Panorama. Kryeartikulli i gazetës Panorama është revolta popullore, protesta nuk do të shuhet, qytetarët duam kushtetut të re dhe qeveri teknike. Kërkesat, protesta e 73 të radhazi u shoqërua dje me thirrje të forta për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime të thella politike. Protestuesit akuzuan qeverinë për korrupsion, keqqeverisje dhe mungesë të përgjegjësisë ndaj qytetarëve, ndërsa nga podiumi u kërkua një kushtetut e re dhe një qeveri teknike. E gjeni të plot dinamikën e protestës dje në faqen 2 dhe 3. Vendi në flak rrezikohen banesat, banorët luftë me zjarrin, dorëheqja e kryezjarfiksit në kulmin e krizës. Koçeku po digjet pasuria e Shqipërisë. Zjarri pushtoi krujën Reuters në qytetin historik. Banorët luftojnë kundër flagëve me mjete rrethanore. Serbia kërkon të shterojë ujin Kosovës me devimin e lumit Ibër, SBA dhe BE dënojnë kërcënimet e Vučić. Replikat në distancë për lumin Ibër mes Tiranës dhe Beogradit. E gjeni në faqen 6 dhe 7. Analiza e Monitor, sa shpenzojnë televizionet për paga, News 24 renditet i treti me 267 milion lek. Të përndjekurit, emrat e 2278 trashëgimtarëve që përfitojnë këstin e 4. Këngëtarja, vajza s'është këtu, si Fiqiret Shehu e çoi Fitnet e Rexhën drejt skenës. Në rubrikën Opinion do të lexoni nga profesor Edmond Panariti, uji i brit si armë për presion politik në Ballkan. Nga Rudolf Marku, një pikturë mesjetare dhe nën tekste bashkohore. Gërmoi buzlumit për të gjetur trupin, por çfarë zbuloi gruaja franceze e deputetit të pushkatuar? Vrasja e Enver Sazanit më 1947. E gjeni në faqen 16 dhe 17. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama për këtë mëngjes. Do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme. Do të shohim titujt e gazetës Telegraf. Ja 14 ustallarët e FSDKSH-s në 13 vite, aferat dhe pse SPAK duhet të hetoj pasurinë e tyre. Rimbursimet fiktive, ilaçet të skaduara, kontraband, monopole dhe skemat e mashtrimit në bashkëpunim me farmacit dhe depot farmaceutike. FSDKSH ka ndryshuar 14 drejtorë në 13 vitet e fundit. Ata janë Astrid Beci, Milva Ekonomi, Vjollca Braho, Erion Manhosa, Alketa Hila, Eduard Ahmeti, Anila Denaj, Adela Gjemali, Rudina Degjoni, Elisa Bërziu, Albana Qela, Spartak Zekja, Arti Papajani dhe drejtori aktual Ilir Topi, i cili ditë më parë ka firmosur rikthimin e një kontrate korruptive të hetuar nga prokuroria, ja skandalet dhe babëzia e drejtuesve që sot janë bërë milioner. E gjeni në faqen 16 dhe 17. Operacioni i pabesueshëm i arratisjes së Trump nga Turqia drejt bazës në Angli. Donald Trump u largua në fshehësi nga Turqia drejt Britanisë muajin e kaluar me një avion ushtarak, ndërsa Shtëpia e Bardhë lë të kuptohej se presidenti amerikan po udhëtonte me Air Force One. Operacioni i pazakontë u ndërmor për shkak të një kërcënimi të besueshëm iranian për atentat ndaj Trumpit, si u fsheh në një kontenier dhe fluturoi me avion ushtarak, mbajtja sekrete ndaj gazetarëve, mbyllja e xhamave me grila dhe çfarë u tha atyre në konferencë, ja si u zhvillua super operacioni i cili ishte realizuar edhe një herë tjetër në kohën e presidentit Clinton në Pakistan. Mozaik dhe aktualitet, dosier, udhëtimi befasues si Havzi Nelës, martirit të lirisë në viset e largta të lumës dhe nata e fundit në Buzmadhe.
Fjalimi i Ramiz Alis, demokracia shqiptare penge direktivës ruse, vepror Hasani, dardha turistike e Korçës, bukuri mahnitse. Në rubrikën opinion dhe koment, do të lexoni nga deputeti i Partisë Demokratike, Xhelal Mziu, opinionin me titull Në Shqipëri, 1 në 3 qytetar nuk e ka të sigurt ushqimin. Nga Vangjush Saro, brengosje për krizat mbar shqiptare. Vjemëtej, Kryeministri Rama, Shqipëria e para në botë për sigurinë kibernetike, sukses historik pas investimeve ndër vite në Shqipërinë digjitale. Kongresi i Autoriteteve Lokale i Këshillit të Evropës konsultoni komunitetet, ndryshime të shoqërohen me autonomi vendore që t'i shërbej demokracisë së shqiptarëve. Gzim Zilja shkruan, prishet muzeu ku punoi babai kombit dhe ndërtohet një muze për hebrejt, reagojnë intelektual e qytetar. Sa transparente është Akademia e Policisë, vjen në faqen 11. Forum në Telegraf, flasim profesor Shezai Rokaj, profesor Lush Susaj, profesor Gjeladin Çeka, profesor Recep Puka, profesor Tritan Shehu, Nasho Bakalli, Kosova nuk mund të bëhet monedhe diplomacisë ukrainase, deklarata e Zelenskit zhgënjyese. Në rubrikën mjeku në familje, ja recetat bimore që zbusin problemet me stomakun, shkaktarët që irritojnë dhe simptomat, studimi për dëmtimin e syve dhe lidhjen me kolesterolin e lartë të mosha e 3, e gjeni në faqen 15. Do ishin dhe titujt kryesor të gazetës Telegraf për këtë mëngjes, do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme, do të shohim titujt kryesor të gazetës Sot. Trondit avokati, Edi Rama në tehun e thikës së Amerikanëve, SBA gati t'i hap dosjen e zezë që e mban në sirtar prej vitit 2014, nëse kryeministri nuk i bindet ambasadorit të ri. Ja ku shefuti në Kurth, Ermal Beqiri në Francë dhe akuza që e çon Belinda Ballukun automatikisht në 15 vite burg. Në faqen 3. Ja skenari që do të detyrojë Edi Ramën që të jap dorëheqjen dhe të largohet përfundimisht nga qeveria, Alfred Çako zbulon detaje nga operacioni sekret i shtatorit që do të bllokojë të gjithë Tiranën. Dosja përvëluese që hap kutinë e Pandorës në SPAK, loni i bankersit vil 5 milion euro në Rolling Hills. Frida Krifca i dha 500.000 euro nga fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë, zbardhen dokumentat. Nga Floriri Krabës te vrasjet, Idajt Beqiri nxjerr detajet e forta nga 25 dosjet e zeza në SPAK që fundosin përfundimisht Sali Berishën dhe Ilir Metën. U hap foleja e grerzave, Sali Berisha drejt qelis, avokati i familjes Haklaj paralajmëron zhvillime të bujshme, 3 ditë dëshmi nga njeriu kyçi ardhur nga Franca dhe në SPAK dhe rrëfimi i Zet Haxhis, ja çfarë po ndodh me hetimet e vrasjeve në Tropoj. Skandali i Ami Kozelit, kreu i ARSH-s në gjurmët e Berberit dhe Gjylit, i fal 2 milion euro pagar për boje tabela kompanisë së vetme si taksat e shqiptarve, po përfundojnë në gojën e Ujkut. KLSH gozhdon Ministrinë e Kulturës dhe zbardh aferën financiare. Jasi Blendi Gonxha bëri restaurime e pagesa për objekte pa leje ndërtimi dhe si avulluan miliona lek në hundën e shtetit. Çmimet e çmendura të pasaportave biometrike, si po shfrytëzohen financiarisht shqiptarët për dokumentin më të shtrenjtë në rajon. Brukseli godet qeverinë për hartën e re territoriale, i bën thirrje të konsultohet me qytetarët për shkrirjen e bashkive dhe kërkon që ndryshimet të shoqërohen me autonomi vendore. E gjeni në faqen 10. Në rubrikën koment dhe analizë do të lexoni nga Ferit Metuku, kujtes për revolucionin e flamingove. Nga Gjon Neçaj, shpërblimi i të bindurit. Nga Ilmi Qazimi, nga Shkodra te Skrapari, uniteti është i pari. Nga profesor doktor Xhevdet Zekaj,
patriotizmi me telekomand dhe heronjt e një fotografie. Rajon dhe bot, kriza kushtetuese thellohet në Kosovë, ku vendi mbetet i bllokuar pa marrëveshje politike, opozita paralajmëron veprime të forta, vendi mund të shkojë sërish në zgjedhje. Trump u fsheh në një avion ushtarak pas kërcënimit nga Irani, ja të pathënat nga operacioni sekret që mashtroi edhe gazetarët. Presidenti doli nga një kontenier furnizimesh dhe u transportuar fshehurazi drejt Britanisë. Sinjale pozitive për marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit, negociatat për Hormuzin përparojnë, rriten shpresat për paqe. Alarmi i madh që po vjen nga bujqësia, thatësira po shkatoron të korrat, lufta po bllokon portet dhe zinxhiri global i furnizimit po hyn në zonën e rrezikut. Ishin këto titujt kryesor të gazetës sot, do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme, do të shohim titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, gazetës Panorama Sport. Tirana, Xhixha dhe Ndong në qendër të Merkatos. Bardheblut duan t'i mbajnë në jetë, por 31 gushti mund të sjellë lëvizje. Gjatë fazës përgatitore turke ka patur disa oferta për lojtarët e 26 herë kampionëve. Cana, Shqipërinë edhe në 300 jetë më kërkoi Franca, fleti ish kapiteni. Loriku rrëfen jetën dhe karrierën, synoja evropianin me çdo kusht. Mund të luaja në finalen e botërorit, por doja flamurin kuqezi, problemet me zemrën, rrezikova, por kam realizuar ëndrat e mia. E gjeni të plot intervistën e ish kapitenit të Kombëtarës në faqen 2 dhe 3 të gazetës Panorama. Vllaznia, firmosin Tunkaran, tifozët duan goditjen e madhe. Në Ndecja, çudia e madhe, Dinamo fiton pa goditje, në faqen 5. Egnatia, dora e ngrohtë dhe mesazhi enigmatik, në faqen 4. Partizani ndryshon fytyrë, Bratu përmbys demat. Nga 2 javët e fundit e edicionit të shkuar te Prakteuta, ja çfarë do të ofrojnë të kuqt në kampionat. Dy medalje olimpike dhe një ftesë për Tomorin në faqen 10. Vjojë mëtej, Antonelli dhe kurthet e fazës së dytë, Formula 1. PSG Aston Villa, Superkupa hap zyrtarisht sezonin. Serie A, askush nuk është favorit se Interi për titull. E gjeni në faqen 16. Milani, surpriza e Amorin, Rabiot piketohet në rolin e numrit 10. Spanjë, Leva dhe Torres, Barcelonës i mungojnë 103 gola. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama Sport për këtë mëngjes. Gazetën Panorama Sport ju mund ta gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend për t'u informuar me lajmet më të fundit nga bota e sportit, me analizat, komentet e çdo gjë tjetër, ndërsa ne do t'i rikthehemi edhe një herë gazetës Panorama për të gjithë ata që sapo na janë bashkuar. Revolta popullore, protesta nuk do të shuhet, qytetarët duam kushtetut të re dhe qeveri teknike. Kërkesat, protesta e 73 të radhazi u shoqërua dje me thirrje të forta për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime të thella politike. Protestuesit akuzuan qeverinë për korrupsion, keqeverisje dhe mungesë të përgjegjësisë ndaj qytetarëve, ndërsa nga podiumi u kërkua një kushtetut e re dhe një qeveri teknike. E gjithë dinamika e protestës është në faqet 2 dhe 3. Vendi nën flak rrezikohen banesat, banorët luftë me zjarrin, dorëheqja e kryezjar fiksit në kulmin e krizës. Koçeku, po digjet pasuria e Shqipërisë. Zjarri pushtoi krujën, Reuters në qytetin historik, banorët luftojnë kundër flagëve me mjete rrethanore.
Analiza e Monitor, sa shpenzojnë televizionet për paga. News 24 renditet i treti me 267 milion lek. Të përndjekurit, emrat e 2278 trashëgimtarëve që përfitojnë këstin e 4 vjen në faqen 22. Këngëtarja, vajza s'është për këtu, si Fiqeret Shehu e qoj Fitnet e Regjën drejt skenës. Në rubrikën Opinion, do të lexoni uji i brit si armë për presionin politik në Ballkan nga profesor Edmond Panariti. Një pikturë mesjetare dhe nën tekste bashkohore nga Rudolf Marku. Gërmoj Buzlumit për të gjetur trupin, por çfarë zbuloi gruaja franceze e deputetit të pushkatuar, vrasja e Enver Sazanit më 1947, vjen në faqen 16 dhe 17. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama për këtë mëngjes. Gazetën Panorama jo e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend për të informuar me lajmet dhe për të lexuar analizat dhe komentet MNZ në tregun mediatik, ndërkohë që ne kemi mbrojtur në fund të kësaj pjese të parë, shumë shkurt publicitet, rikthehemi pas pak me telefonatat.